Një Boeing 747 në konfigurimin maksimal të ngritjes peshon pothuajse 400 ton. Që kjo masë të shkëputet nga toka, avioni duhet të krijojë një forcë ngritëse më të madhe se ato 400 ton. Dhe duhet ta bëjë këtë për më pak se 40 sekonda, mbi një brez asfalti rreth 3 kilometra të gjallë. Ajo që ndodh gjatë atyre 40 sekondave përfshin termodinamik, mekanik të fluideve, fizik newtoniane dhe një inxhinieri precize që ju deshën dekada për t'u përsosur. E megjithatë, shumica e njerëzve që e përjetojnë atë moment janë duke parë telefonin. Sot do t'i kushtojmë vëmendje. Sepse ajo që po ndodh atje jashtë e meriton plotësisht. Para se të hyjmë te fizika reale e ngritjes, duhet të rrëzojmë një ide. Një ide që mësohet gabim në shkolla. Që në dokumentar thjeshtohet në mënyrë të pasaktë. Dhe që miliona njerëz e besojnë si të vërtetë, pa e vënë kurrë në dyshim. Është ideja se avionët fluturojnë sepse ajri që kalon sipër krahut përshkon më shumë distancë se ai që kalon poshtë tij. Dhe se, për këtë arsye, duhet të lëviz më shpejt që të arrijë në të njëjtën kohë te buza e pasme e krahut. Kështu, sipas këtij shpjegimi, krijohet një zonë me presion të ulët që e thith krahun lart. Kjo quhet parimi i Bernoullit i zbatuar në aviacion. Dhe megjithse Bernoulli është fizikë reale dhe e vlefshme, ky shpjegim konkret është i paplodh. Thellësisht i paplodh. Problemi qëndron te pjesa ku thuhet se të dy grimcat e ajrit duhet të takohen sërish në fund të krahut në të njëjtën kohë. Kjo nuk ndodh. Nuk ekziston asnjë ligj fizik që t'i detyrojë dy molekula ajri të ndara në buzën e përparme të krahut të ribashkohen njëkohësisht në buzën e pasme. Matjet reale në tunelet e erës tregojnë se ajri që kalon sipër krahut mbërrin në skajin e pasëm dukshëm më herët se ai që kalon poshtë. Pra, e gjithë premisa mbi të cilën është ndërtuar ky shpjegim popullor është e rreme. Dhe nëse premisa është e rreme, bie edhe i gjithë shpjegimi. Atëherë, çfarë e ngre vërtet një avion nga toka? Përgjigjja gjendet te dy forca që punojnë së bashku. Dhe asnjëra prej tyre nuk është aq e thjeshtë sa na e kanë treguar. E para është diferenca reale e presionit me sipërfaqes së sipërme dhe asaj të poshtme të krahut. Kjo diferencë ekziston vërtet dhe krijon ngritje. Por jo për arsyen që na e kanë shpjeguar zakonisht. Ajo ekziston sepse krahu është projektuar me një formë të veçantë, të quajtur profil aerodinamik, që e detyron ajrin të rrjedhë në një mënyrë shumë specifike. Sipërfaqja e sipërme e krahut është më e lakuar se ajo e poshtme. Kjo lakore bën që ajri që kalon sipër të përshpejtohet. Dhe kur një fluid përshpejtohet, presioni i tij bie. Pikërisht këtu Bernoulli zbatohet saktë. Më pak presion sipër, më shumë presion poshtë. Kjo diferencë e shtyn krahun lart. Por kjo shpjegon vetëm një pjesë të ngritjes totale. Forca e dytë është ajo që i habit më shumë njerëzit kur e zbulojnë për herë të parë. Dhe është krejtësisht newtoniane. Kur krahu pret ajrin, nuk e ndan thjesht në dy rrjedha paralele. Ai e devijon. E shtyn në mënyrë aktive poshtë. Dhe këtu hyn në lojë ligji i tretë i Newtonit me të gjithë qartësinë e vet. Nëse krahu e shtyn ajrin poshtë, atëherë ajri e shtyn krahun lart me të njëjtën forcë, por në drejtim të kundërt. Ky reagim, kjo përgjigje e ajrit kur devijohet, krijon një pjesë thelbësore të ngritjes totale të çdo avioni në fluturim. Inxhinierët aeronautik këtë efekt e quajnë komponenti i qarkullimit të ngritjes. Dhe në disa dizajne krahësh, sidomos në shpejtësi të ulta, ai përfaqëson më shumë se gjysmën e forcës që e mban avionin në ajër. Kombinimi i të dy efekteve, diferenca e presionit dhe devijimi newtonian i ajrit, është ajo që e ngre realisht një avion. Jo vetëm njëri. Të dy duke punuar njëkohësisht nëpër masa që ndryshojnë sipas shpejtësisë, këndit të krahut dhe lartësisë. Dhe kur e kupton këtë, ndryshon tërësisht mënyra si e sheh atë që ndodh gjatë sekondave para ngritjes. Sepse ngritja nuk fillon kur avioni nis të lëviz. Ajo fillon shumë më herët, kur avioni është ende në tokë dhe krejtësisht i palëvizshëm. Pikërisht në atë moment, pilotët dhe ekuipazhi në tokë po kryejnë një seri llogaritjesh që përcaktojnë 3 shpejtësi kritike. Janë pikërisht këto shpejtësi që do të qeverisin gjithçka që ndodh në pistë. Ato kanë emra teknik. Dhe ti njohësh, ta ndryshon përgjithmonë mënyrën si e përjeton një ngritje nga sedilja e pasagjerit. E para quhet shpejtësia 1, ose në terminologjinë aeronautike, VUNO. Është pika e moskthimit. Deri në atë çast, nëse diçka dështon, nëse një motor fiket, nëse zbulohet një problem teknik, piloti mund ta ndërpresë ngritjen, të frenojë me fuqinë maksimale dhe ta ndalojë avionin para fundit të pistës.
Pasi kalohet shpejtësia 1, ndërprerja e ngritjes nuk është më një opsion i sigurt. Avioni tashmë ka tepër energji kinetike për të ndalur në hapësirën e mbetur, që nga ai moment i vetmi drejtim i mundshëm është lart. Shpejtësia 1 llogaritet veçmas për çdo fluturim, sipas peshës së avionit, temperaturës së ajrit, lartësisë së aeroportit dhe gjatësisë së pistës që është në dispozicion. Nuk është një numër fiks. Është një vlerë e ndryshueshme që pilotët e dinë përmendësh para çdo ngritjeje. Shpejtësia e dytë kritike quhet shpejtësia e rotacionit ose VR, është momenti i saktë kur piloti e tërheq butësisht komandën pas, duke ngritur hundën e avionit dhe duke rritur këndin e sulmit të krahëve. Ky gjest, që në pamje të parë duket i thjeshtë, është çasti kur avioni i thot ajrit se është gati të largohet nga toka. Me rritjen e këndit të sulmit, krahët gjenerojnë menjëherë më shumë ngritje. Dhe nëse shpejtësia është e duhura, kjo forcë ngritëse e kalon peshën e avionit brenda vetëm pak metrash. Avioni shkëputet nga toka. Jo brutalisht, por me një butësi të llogaritur që është rezultat i dekadave të tëra të inxhinierisë së rafinuar. Shpejtësia e tretë është vdos, shpejtësia e sigurisë në ngritje. Është shpejtësia minimale me të cilën avioni mund të fluturojë në mënyrë të sigurt, edhe nëse njëri nga motorët dështon pikërisht në atë çast kritik. Pasi kalohet vdos, avioni ka mjaftueshëm ngritje dhe kontroll për të vazhduar ngjitjen me një motor më pak. Nën këtë vlerë, në të kundërt, humbja e një motori në momentin e ngritjes kthehet në një emergjencë të nivelit më të lartë. E gjithë sekuenca mes shpejtësisë 1 dhe shpejtësisë 2 në një avion komercial me madhësi mesatare zgjat nga 8 deri në 15 sekonda. 15 sekonda ku përqendrohet një pjesë e madhe e inxhinierisë së sigurisë së ngritjes. Por ka diçka në atë pistë që shumë pak pasagjerë e vënë re, dhe që ndikon drejt për drejt nëse avioni arrin të ngrihet apo jo. Ajri. Jo sasia e ajrit, por cilësia e tij. Dendësia e tij. Ajri nuk ka gjithmonë të njëjtën peshë. Dendësia e tij ndryshon sipas temperaturës, lartësisë dhe lagështisë. Dhe ky ndryshim ka pasoja të mëdha në performancën e avionit gjatë ngritjes. Sa më e lartë të jetë temperatura, aq më pak i dendur është ajri. Dhe sa më pak i dendur të jetë ajri, aq më shumë duhet të punojnë krahët për të gjeneruar të njëjtën ngritje. Në të njëjtën kohë, motorët harxojnë më shumë karburant për të prodhuar të njëjtën shtytje. Kjo përkthehet drejt për drejt në një shpejtësi më të lartë ngritjeje dhe në një distancë më të madhe vrapimi të nevojshme në pistë. Pikërisht për këtë arsye, fluturimet që ngrihen në verë në aeroporte të vendosura në lartësi të mëdha mbi nivelin e detit ose në rajone me temperatura ekstreme, janë teknikisht më kërkuese se ato që ngrihen nga një aeroport bregdetar në një ditë të ftohtë. Aeroporti ndërkombëtar El Alto në La Paz, në Bolivi, ndodhet në më shumë se 4000 metra mbi nivelin e detit. Në atë lartësi, dendësia e ajrit është rreth 40% më e ulët se në nivelin e detit. Kjo do të thotë se avionët që operojnë atje kanë nevojë për shpejtësi ngritjeje dukshëm më të larta, pista më të gjata dhe, në disa raste, kufizime në peshën e ngarkesës dhe të pasagjerëve. Kufizime që nuk ekzistojnë pothuajse në asnjë aeroport tjetër në botë. Të fluturosh nga La Paz nuk është njësoj si të fluturosh nga Madridi. Fizika e atij vendi e kthen atë në një kategori krejt tjetër. Dhe me që po flasim për atë që ajri i bën avionit, ka një element të ngritjes që ngjall më shumë pyetjet e pasagjerët se pothuajse çdo tjetër. Dhe shpjegimin e vërtetë të tij shumë pak njerëz e kanë dëgjuar. Tingulli. Ai gjëmim i thellë që intensifikohet gjatë vrapimit për ngritje. Ai që e bën trupin e avionit të dridhet lehtë dhe që arrin kulmin pikërisht në momentin e rotacionit. Çfarë e prodhon saktësisht atë tingull? Dhe pse është kaq i ndryshëm nga çdo zhurmë tjetër mekanike? Motorët modern reaktiv, turbofanët me qarkullim të dy fish që përdoren pothuajse në të gjithë avionët komercial të sotëm, funksionojnë duke kombinuar dy parime të ndryshme. Një pjesë e ajrit që hyn nga hyrja e motorit kalon përmes bërthamës së turboreaktorit. Atje komprimohet, përzihet me karburantin dhe digjet duke krijuar gazra me temperaturë jashtëzakonisht të lartë që zgjerohen dhe dalin me vrull nga gryka e pasme, duke prodhuar shtytje përmes reagimit të drejtë për drejtë. Por një pjesë tjetër e ajrit, në fakt pjesa më e madhe në motorët modern, kapet nga ventilatori i madh frontal dhe thjesht përshpejtohet rreth bërthamës, pa u djegur, duke dalë gjithashtu nga pjesa e pasme. Kjo rrjedhë e dytë e ajrit të ftohtë, e quajtur rrjedha dytësore ose bypass, është përgjegjëse për pjesën më të madhe të shtytjes gjatë fluturimit në lartësi. Përveç kësaj, vepron si izolues akustik për bërthamën e nxehtë.
Pikërisht kjo bën që avionet e sotëm të jenë shumë më të qetë se ata të para 40 vjetëve. Megjithatë, gjatë ngritjes, të dyja rrjedhat punojnë njëkohësisht me fuqinë maksimale. Dhe rezultati është ai tingull i pagabueshëm. Një përzierje turbine që rrotullohet me mijëra rrotullime në minutë, djegje e kontrolluar dhe tonelata ajri që përshpejtohen brenda fraksioneve të sekondës. Dhe ajo që pak njerëz dinë është se ky tingull mbart edhe informacion. Inxhinierët dhe teknikët e mirëmbajtjes mund ta dëgjojnë një motor gjatë ngritjes dhe të dallojnë anomali që instrumentet ende nuk i kanë regjistruar. Veshi i njeriut i stërvitur mbetet, në disa kontekste shumë specifike, një instrument diagnostikues që asnjë sensor nuk e ka zëvendësuar plotësisht. Ndërsa e gjithë kjo po ndodh te motorët, krahët po bëjnë diçka po aq të jashtëzakonshme. Diçka që nga dritarja mund ta shohësh qartë, nëse e di çfarë duhet të vëzhgosh. Në buzën e përparme, pra në pjesën frontale të krahut, hapen disa panele që quhen slats. Ato rrisin lakimin e profilit aerodinamik dhe lejojnë krijimin e më shumë ngritjeje në shpejtësi më të ulta. Në buzën e pasme, pra në pjesën e pasme të krahut, zgjaten flapset. Janë sipërfaqe shtesë që rrisin si ngritjen, ashtu edhe rezistencën aerodinamike. Kombinimi i slats dhe flaps është ai që i lejon një avioni me qindra ton peshë të ngrihet me një shpejtësi relativisht të moderuar, në vend që t'i duhej një pistë prej 10 kilometrash për të arritur shpejtësinë që do të kërkonin krahët e tij, të pastër. Pasi avioni është në ajër, sapo kalon një lartësi të sigurt dhe shpejtësia rritet, këto sipërfaqe tërhiqen gradualisht. Është ai tingull që dëgjon disa minuta pas ngritjes. Ai ndryshim në tonin e motorit i shoqëruar me një rregullim të lehtë të pjerësisë së avionit. Flapset dhe slats kthehen në pozicionin e fluturimit të pastër. Krahu rikthen formën e tij të lundrimit. Dhe avioni hyn në fazën e ngjitjes së stabilizuar. Ai moment që shumica e pasagjerëve e kalojnë duke rregulluar sediljen ose duke kërkuar kufjet, në të vërtetë është mbyllja e një prej sekuencave më komplekse dhe më të sakta të gjithë inxhinierisë aeronautike. Ka edhe diçka tjetër që ndodh pikërisht në atë çast të ngritjes dhe që meriton vëmendje. Ka të bëjë jo me fizikën, por me psikologjinë e njerëzve që janë në komandë. Sepse ngritja, së bashku me uljen, është faza e fluturimit me dendësinë më të madhe të vendimeve kritike për njësi kohe. Gjatë atyre 40 sekondave të vrapimit në pistë, pilotët po monitorojnë njëkohësisht shpejtësinë e lëvizjes, reagimin e motorëve, parametrat e sistemit hidraulik, alarmet e kabinës dhe ndjesinë fizike të avionit në duart e tyre. Dhe të gjitha këto, ndërsa zbatojnë një komunikim verbal të saktë mes komandantit dhe bashkëpilotit, ku çdo veprim njoftohet, konfirmohet dhe verifikohet me zë të lartë. Ky protokoll komunikimi, i quajtur procedura e kabinës sterile, ndalon çdo bisedë që nuk është thelbësore gjatë fazave kritike të fluturimit. Askush nuk komenton ndeshjen e futbollit të mbrëmshme kur avioni është në vrapim për ngritje. Heshtja ka një funksion teknik. Dhe në qendër të gjithë kësaj, në çastin e saktë kur rrotat ndalojnë së prekuri asfaltin, ka diçka që pilotët me përvojë e përshkruajnë pothuajse njësoj, pavarësisht kombësisë së tyre, kompanisë ajrore për të cilën fluturojnë apo llojit të avionit që drejtojnë. Një fraksion sekonde qetësie të brendshme. Jo çlirim. Jo eufori. Thjesht konfirmimi se fizika bëri atë që duhej të bënte. Se llogaritja ishte e saktë. Se krahët reaguan. Se 300 ton metal vendosën, edhe një herë se toka ishte opsionale. Herën tjetër që të jesh në atë kabinë, me sediljen drejt dhe tavolinën e palosur, dhe të ndjesh si shtypja e sediljes rritet gjatë vrapimit në pistë, tani e di saktësisht çfarë po ndodh. Nuk është rutinë. Është fizik në gjendje të pastër, e ekzekutuar me një saktësi që ju desh më shumë se një shekull inxhinierie për t'u ndërtuar. Dhe ndodh disa dhjetëra mijëra herë në ditë, në çdo cep të planetit, me një besueshmëri që, po të ndalesh ta mendosh, mbetet diçka vërtet e jashtëzakonshme. Nëse ky lloj vështrimi mbi atë që ndodh pas gjërave që i marrim si të mirëqena gjatë udhëtimeve të ngjallë të njëjtën kurreshtje që ngjallte ne, atëherë ti tashmë e di ku të gjesh më shumë. Faleminderit që e pe videon.